Allah është më letë hoqë për ligjëratën, vazhdojmë me pyetje që na kanë ardhur. Pyetja parë për sonde, Assalamu alaikum hoqë nderuar, pyetja ime është kjo. Si qëndron puna me disa që po bëjnë kurbana për në Afrikë, Ugandë, Somali e tjerë. Cili është gjykimi shariatik për një kurban të tillë? Allahu ju ruajt e ju nderoft. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Çështja për hapur e kurbanave në Afrikë, në Kuwait, në vendet e tjera, në bazë të lezimeve të mia dhe në bazë të gjurmimit të realitetit, ndërsa është një mashtrim. Mashtrim ose për shkak të sinqeritetit disave, ose për shkak të naivitetit disave. Është naiv, nuk e dish çka do të bësh. Ose është i sinqert të menuar që mos po një mënyrë fukara, por realiteti nuk është i tillë. Realiteti nuk është i tillë për shumë arsye. Në hadithin të cilin e transmeton Imam Buhariu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dërguar Muadhin në Yemen me i thirr njerëzit në fe. Pastaj ka thonë, mësoj ata me thonë shahadetin, nëse të ndëgjojnë, mësoj me fal namazin, nëse të ndëgjojnë, kallëzojnë se Allah subhanahu wa taala i ka obliguar me dhënë ata zakatin. Tukhadhu min abniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, zakati mirët pej pasunikëve të tyre, i shpërndahet fuqarave të tyre. Kjo është rregulli bazë shariatik. Rregulli bazë shariatik është muslimanët e atij vendi që janë të pasur e kanë për detyrë me ndihmuar muslimanëve të vendit të tyre të cilët janë të varfër. Nëse nuk mjaftojnë muslimanët që të veni me ndihmu fuqarave, duhet muslimanë që janë kujshit e parë. Nëse që mjaftojnë pastaj shkon të rrit rrethë në botë. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë, mashtrimi praktik me dhjetra, me qindra. Mesazhe kam që më vinë kurbanë në Afrikë. Kurbani në Afrikë mashtrur është 25 euro. Këta qesin kurbani 100 euro me bosa da ka një fukarove. A që kurbani është 25 euro, ti janë mërë njerëzve 100 euro. 3 kurbana i hanë ti, 1 kurbani e fshen fukarove. A di çfarë humanisti jeti? Tre kurbana i nalë ti këtu, i hanë këj për veti, se që çmimi i kurbani është 100 euro. Atje është çmimi 20 euro, 25 euro, 30 euro. Kush shkojnë që da 3 kurbana? Një edhe dyta, kush mjep mua fetare që është halal me morë që të pare. Që të pare me morë është halal. Kush ba ma pagu mu një kurban në Afrikë, kurbana që kushton 30 euro, po ti mund është me dhërë 100 euro. Pse nuk ti dhërë me ty 100 euro, që të 70 euro, pse e në halal ti me morë? Ajo të shqip ti mallin tonë. Ose në shërbet, nëse se shqip ti mallin tonë, fitimin e asaj në aki e haram. Ajo të mërë parët i atina që i shetë kurbana ata që, sa që me të dhona i parët është halal. Ama ti si mërë parët për atina, ti mërë për këtina që prem kurban. Për shembull, ai në Afrika që ka kurbana, edhe ka kurbana 30 euro, edhe kontakton me ty, të tule kurbanat i kam 30 euro. Sa kurbanat mi prushti pi Kosovë ka 30 euro, unë të jap 2 euro, unë të jap që e shes kurbanin unë, se është jemi, e kjo është halal. Ama ti as s'ki kurban, as ty do të më të paguë ky që thirr kurban. Nëse unë e parët i qoj me dishka, kurbanin kushton 30 euro. Nëse shkoj në përmestejen, kushton 100 euro. Pse që të 70 euro? Me çfarë drejtë shariatike i merr?
Çështja e tretë. Në shariatin islam, një lop e ka barazpeshën ose barazvlerën e 7 kurbanave, apo? E qesin kurbani dash është 100 euro, kurbani lop është 200 euro. Qish është të mundshme kjo? Nëse këto është klienti, nuk është më kurbani, se ty një klient t'i lën 70 euro, një klient tjetër t'i lën 70 euro, shto është çështja. Nëse kurbani kushton 100 euro, dele, kurbani lop do të më kushtojë 700. Edhe që kjo matematikë funksionon tërë kiamet, nuk bëhet ndryshe. Nëse një lop është e barazvleshme me 7 dele, nëse të na 7 dele tash për momentin 7 kurbana bojnë 1400 euro, 1400 euro mund është me gjithë një lop për kurban. Edhe kjo është e ditshme. Ama së është e mundshme, kurbani të na për shembull është 200 euro, lop është 400 euro. A ka lop 400 euro aty? Kurbani është 100 euro thonë ata, dele kurbani lop 200 euro. Qish është e mundshme? Dy dele me mosa një lop. Qish është? Në cilën matematikë është e mundshme? Çështja e katërt. Njerëzit të cilët kushdo për qytymve, për shkak se për momentin na kemi vllazëqen në Afrikë. Kushdo për qytymve që të bën kurbana, na jep neve kontaktin, lokacionin dhe adresën të shkojmë të shohim a prejnë kurbanat të nga sprejnë. Dhe për cilin do që na dele sakt, kemi me dhënë shpërblim na ati një merë. A e një dëshmitor. Dikush me të me, në të na qenë neve kontaktin, veç me po, ne kem vllazit atje, me po, që ta kurbanat e juve, kush i prejnë që edhe kush shkojnë. Veç një për tyre, kretë është hapur deri në ditën e 4 të Kurban Bayramit, që kjo ofertë është e hapur. Një për tyre, në të na qenë neve lokacion, numër, kontakt që njerëzit e tonë me shku me pa dhe me vërtetue, edhe veç për humanitetit tonë, se ata që kanë shumë humanitet për 3 terave e bënë kurbanin 100 euro, që javë me edhe 1 euro bilet t'i bënë edhe do para pak më shumë. Çështja tjetër është, kushdo për ty me qënë, ose jo kushdo, as një, për tyre që të bënë kurbana, nuk ka siguri me bo besi që ta kurbana prejnë edhe shkojnë vendin e duhur. Edhe që kjo ofertë, umetet, e hapur të gjithëve deri në ditën e 4 të Kurban Bayramit. Kushdo prej qytyne që të bënë para për kurbanën në Afrikën, në Sudan dhe ku e diune, është i gatshëm me u betue në emrin e Allahut se qëta krejtë që ta kurbana qështu prehen edhe shpërndohen në çato vende që cilat po thoni ju. Edhe oferta është gjithashtu deri në ditën e 4, për cilën apet pjavë japin një shpërblim. Për shkak se kjo nuk është e tillë. Nuk është e tillë, nuk është realitet. Dhe çështja e fundit. Në ato vende, shumica e atyre vendeve janë në luftë me vllazit e shariatit. Ku i qeni kurban aty? Të pjesa e vllaziva, dana jo valla, vjet të kishim pasur e shikon rëmbiusa. Ale, a vetë them si vjet të gjëm të mërgjit. Qish është? Qish është, bon, kja puna atë. Qish është të mundshme kjo punë? A janë njerëzit të cilët janë prej atyre që mundohen me kontribu që fjala e Allahut jetë më e larta, a janë prej atyre të cilët kontribuojnë që fjala e Allahut më ra poshtë. Edhe kërkush se këta hispja, po ja pa fat, që ndërtes, po ja fal me krejt, nuk më nai vërtetu, dikush shkon te vllazit e cilët mundohen që fjala e Allahut të jetë më e larta. Këto spohima me të vogla se. Për këta, kjo është në aspektin shariatik pasurit e atë veni, i në mërë të bashkëve të atë veni.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar në Mekë ka prej kurbanin në Mekë, s'ka prej Medinë. As sahabët nuk ja thonë bëni peshome të pjeminit, të pikajni, shtu shkua që kitë këtë një kurbanin, bëni kurbanat Mekë, s'ka babakia. As halifet e drejt, as një nuk kanë bëni praktikë të tillë. Dhe kjo është çështje e ditë në aspektin historik shariatik. Çështja tjetër është çështja e fitimit haram, për shkak se nuk ka mundësi dikush me argumentu shariatikisht se kurbani kushton 30 euro, ama neve ti dushmën e dhon 100. E pse më ti dhon ty 100? Veç a bën më na kallzu pse ti më ti dhon 100? Që na jena 100 vetë që do të bë ka një kurban në Afrikë, edhe ti më dhon 10.000 euro. A çeta kurbana bën 3.000 euro, a që realisht mi quhe 10.000 euro me restoran të merr 60, 30, sa do të mori 100, po 7.000 euro sti merr. Pse që të 7.000 euro të më shkute ti? Cila është fetfaja shariatike që ty takojnë për që ti kurbani 70 euro? Cila është? Edhe s'ka. Pastaj, cila është siguria? Është një vllaj, na në përmet një vllave të besueshëm. Lidhjet e vllazëve vllazit e besueshëm se këto rrena. Siguria është zero, gatishmëria për me bobet i mërzema, edhe çështja e përfundimtore dalë që s'ka asnjë. Do vi për se vallahu a'lam wa a'lam.